Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma. Lufta hibride dhe fushata dezinformuese e Serbisë dhe e Rusisë kundër Kosovës nuk është që po ndodh tani. Ka ndodhur gjithë që prej lirisë e Kosovës, që prej qershorit vitit 1999 dhe përpara kësaj kohe, kjo fushat në mënyra të ndryshme ka inskenuar rrëfime të paqena mbi realitetet pikëlluese të viteve 90-ta, para viteve 90-ta, por për masa alarmante ka marrë gjithë kjo fushat pas lirimit të Kosovës. Meqense jemi në këtë periudhë për të kujtuar rëndësinë e madhe historike edhe të bombardimeve të NATO-s, të atyre 70-80 që SBA, Britania e Madhe dhe aleatët, vendosen ta rrëzojnë një regjim tiran si që ishte ai Miloševiqi, duke përzëm përfundimisht nga Kosova. Gjithë kjo periudhë kujton peshën dhe rëndësinë që ka për Kosovën, për popullin e Kosovës, për institucionet e Kosovës, përballja me armikun, në thuhet i padukshëm, por i dukshëm, hapur, duket se ka qenë për një pjesë të vogël të njerëzve të cilët janë marrë për ta dekonstruktu gjithë këtë luftë hibride e fushat të dezinformimit të Serbisë e Rusisë. Kam ftuar gazetarin dhe ish drejtorin general të RTFK-s, i cili u marr shumë vite më përpara për të dekonstruktu, zbërthy gjithë këtë operacion të luftës hibride e fushatën e dezinformimit të Rusisë dhe të Serbisë kundër Kosovës, rrjedhimisht kundër aleatëve dhe sponsorëve të Republikës së Kosovës. Ndërshala, mirëmbrëma, faleminderit për kohën. Mirëmbrëma, faleminderit. Është të ri aktualizu, po them, kjo temë edhe nga një akuzë që pati një gazetar i Kallzo.com Kreshnik Gashi, duke mos përmendur emra ende, por tha se ka gazetarë analistë që marrin çanta me para që vinë nga Serbia për ta shtremnu të vërtetën. Në kuadër të kësaj fushate të dezinformimit, si cilësoni të nisemi nga ky rast kur ende nuk kemi emra. Sa janë vërënësi që të sqarojnë këto situata përpara publikut, që të mos kolektivizohet faji, ashtu të them. Po. Red e përmane edhe vetë që me këtë çështjen e luftës hibride na bashkë kemi marrë, jo veçone, po edhe ti bashkë me mu, për shkak se kemi qenë bashkë në RTK dhe kemi pasur rol kogja të rëndësishëm në RTK si kryeredaktor, edhe e kom përgjegjës për politika editoriale, edhe din sakt qysh jemi marrë na dhe prej kur kemi fillu më marrë, edhe jemi mundu në mënyrë shumë të thjeshtë me zbërthy metodat e kësaj lufte, qysh i përdorë një shtet kundër një shteti tjetër kur ka qëllime të caktuara. Edhe për me dalë të kjo pyetje që më vone tash. Jemi mundu në atë kohë me i spjegu, jemi mundu me tregu, jemi mundu me e jau qelë sytë pak. Edhe njerëzve, po edhe spektrit politik në Kosovë. Po edhin edhe vetë çfarë reagimesh kemi pas, çfarë rezistence ka qenë, çfarë sulmesh kemi pas, kur jemi marrë na me këtë temë. Edhe jo rastisht kanë qenë ato sulme, nuk kanë qenë sulme, ajo çka është thonë publik, ajo në fakt absolutisht nuk ka qëndru, po gjithmonë ka qenë për shkak se ne fillu me trajtu një rrezik që i kanosi Kosovës atër, ose veç ish në atë situatë Kosova, me ato ndërhyrjet e ndryshme të kësaj metodologjisë të luftës hibride, se vetë hibride ka thënë që një luftë kombinume, që i kombinojnë çdo mjetet e ndryshme, kryesisht do të thonë që përqendrohen fake news, në propagandë, do të thonë në prishjen e imazhit, e tjera ka plot metoda. Klarifikim situatave të paqena tjera, po. Edhe zakonisht ato përdoren kur dëshirojnë me kriju mjegull
në popullat, edhe pastaj ajo me i shërben një qëllimit caktum, një grupit caktum, ose qoftë ai politik, qoftë ushtarak, s'është më rëndësi çfarë. Dalim te kjo tema. Kur një gazetar, sidomos gazetar, po edhe një qytetar me dalë me thonë, po që hajde se një gazetar që prapë ka një përgjegjësi shumë të madhe para publikut. Del edhe flet pa emra në situatën që jemi sot. Se këtu tani do të më ndërlidh edhe situatën politike për me bëu mozaikun. Do të më marr shumë elemente për me kriju mozaikun pse ndodhi pas tash me dalë me thonë një gazetar. Po e diskutojmë po. I një produksioni ose një mediumi i cili e ka një audiencë të vetën, e ka një farë lloj ndikimi në shoqëni, edhe del e flet qysh gazetarët e Kosovës marrin pare me çanta nga Serbia. Tash, kjo është një element, në rregull. Po, ti si gazetar, duhesh me ditë, unë jam i sigurt që ai din fort mirë, edhe shtëpia ku ai punon, e din fort mirë, që kur del me thonë gjatë tillë, ti duhesh me ditë çfarë impakti ka në shoqëni edhe çfarë konfuziteti edhe dilemash edhe pasiguri edhe shqetësimi krijon në audiencë. Tash, kjo është një element. S'po përmend emra. Tash vetëm do të më po mediat e Kosovës, gazetarët e Kosovës. Domethënë, i kujt të qëllimi që më dëmtu mediat e Kosovës edhe gazetarët e Kosovës. Me kanë janë në konflikt, me kanë janë në luftë, mbetej, mediat e Kosovës sot. Edhe normalisht që nëse i merr, i analizon këto, del figura. Më thonë, Kosova po përballet sot me shumë situata politike kogjatrona. Për mendimin tim të krijuar nga vetë kryeministri Kurti, për shkak se ai ka më marrë disa vendime, të cilat në fakt i ka marrë, po ka më implementuar disa vendime, që asociacioni, autonomia e serbëve në Kosovë e gjëra tjera. Tash zakonisht to situata krijohen lajme të tilla, krijohen informacione të tilla, cilat e zhvendosin vëmendjen, qesin vëmendjen dikun tjetër. Edhe në këtë rast, më mendoj që edhe kjo deklarata e këtij djalit është në funksion të një farë lloj skeme të përgatitur. I shërbeu platformës së Kurtit. Një skeme të përgatitur, e cila në fakt tenton me i godit mediat, edhe në këtë rast me hup edhe besueshmërinë e tyre. Për shkak se ka me pas situata të mëdha, vendime të mëdha, që masanej çka do të thonë mediat e Kosovës, ato e kanë një target i sulmeve ndryshme edhe besimi njerëzve të to bjen. Ta komprometoj rolin e tyre. E komprometon në rolin e tyre derisa të kryhet kjo situatë. Edhe në fakt u po mas reagimeve. Do thonë ti nëse i sheh komentet, i shetash njerëzit qysh ku sulmojnë. Sulmojnë aty ku në fakt në ato media ku Kurti ka në farë forme janë kritike ndaj pushtetit. Koza të mëdha ndaj tina. Edhe është komplet sulmi tash i koncentruar te to. Prandaj këto e shoh bashkë si një prej metodave hibride që përdoret gjithka për me e mjegullu situatën edhe për me targetu disa segmente, këtë rast mediat, shoqënore, mediat që janë shumë të rëndësishme, që ato mos me pas besueshmërinë kur diçka raportojnë ose kur diçka qesin pa ose kur e dhajnë një lajm të rëndësishëm për vendin. E ajo as më keq kur vetë kjo kompani ku punon ky gazetare ka filluar më marr me luftën hibride vetë. Më thonë, po marrim fonde, të den kur e kemi bë na e kemi bë pa fonde, kemi bë me fonde të RTK-s. Më thonë, për shkak se kemi konsideruar që është interes i publikut. Kjo kompani e Jeta Xharës po bën vetë luftë hibride thu. Po që ky element, do të thonë, këtë ato premisat, predispozitat i ka me qenë pjesë e metodës hibride, për shkak se po del po thot njerëzit marrin pare me çanta, është një lajm, akuzë, sulm shumë i rënd ndaj mediave, është sulm ndaj mediave,
e ka efektin me njëhershëm te publiku. E sidomos Nuk u sqaru ende kush. E pas sqarume. Jo, ai dul ca masane joni nuk e di, e din prokuroria se din ai e din kë. Si është mundur, Po, ai efektin e pat, si është mundur prokuroria në një hetim në zhvillim e sipër të bashkëndaj informata kaq sensitive të ndjeshme me dykë dhe të komentohet pastaj një hetim që është një zhvillim e sipër, po nga një gazetar që thot se ka sfond të kapacitetit të njohurive mbi rand dhe ligjin. Për shkak se Si është mundur ta bëj ata, ose duhet të thot institucion zbatuese të ligjit, prokuroria, policia ka këto informata se ky po jo kur e përmend me emra kanë marrë çanta me para nga Serbia. Absolutisht. Ajo është tjetër. Kur përmendet, kur adresohet, problemi o krejt tjetër shka. Po. Për shkak se ka tani institucione, ka mekanizma që merren me atë punë dhe e vërtetojnë, e verifikojnë, a është e saktë as është e saktë. Po kur e qet lajmin të përgjithshëm, ti e sulmon krejt spektrin medial në Kosovë. Interesi kujt thua shala kë? Në fakt, për momentin të na është interes i qeverisë Kurtit, ose i Kurtit direkt, për shkak se, unë e thash pak më herët, Kosova është në fazën kur Kurti ka me fillu implementimin e disa vendimeve që i ka marrë vetë, marrëveshjen e Ohrit, Brukselit, Zajednicën, besa një autonomi për serbët e Veriut, edhe tash tenton për me i neutralizu një farëforme mediat. Me i delegitimu. Me i delegitimu dhe i kompromitu. Absolutisht, me i kompromitu ato masanena besueshmëria aty në bjen, edhe ashtu veç luftën që e ka bëhe veç ka nis me ra besueshmëria mediave. Edhe kjo në këtë moment i shërben Kurtit. Asociacioni për shkak se na kemi folur i gazetarëve reagim i dërgoi. Po nuk e ka ma atë efekt asociacioni, për shkak se asociacioni u bo targeti i sulmeve të vazhdueshme. I dërgoi tha duhet të jeni transparente, të mos sulmoni kolektivisht gazetarë dhe analistët po të edhin sa na kanë sulmu neve. Veç mi pa ti të gjën kryesisht një pjesë, një strukturë e medjave që sot dalin edhe e marrin bajrakun për me bo për luftën e Veriut. Edhin sa na kanë sulmu neve publikisht. Sot titujt në për gazeta i kanë konë, sot titujt mërshëm, deri në familje kanë prek, në atë kohë. Edhe asnjëri prej tyne nuk ka gjetë një moment ku për me dalë me thonë, ose më solidarizu, ose me në mbrojt, në atë kohë. Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo farpune. Kështu që kjo punë do me thonë është tash na përshojmë situatën që cilën jemi, edhe interesat cilat janë edhe të qeverisë që me bo sa ma shumë të parëndësishme me bo rolin e medias në Kosovë. Do të thonë tash çai ka me të Kurtit për shkak se opozitën e ka pothuajse jo funksionale, e ka jashtë lojës. I kanë me të gjykatat, nuk di që me thonë, a i ka hala krejt në kontroll. I ka me të prokuroria speciale me fut në kontroll, dhe prokuroria në përgjithësi. Edhe mediat i ka kundërshtarin kryesor në sët. Çai ka me komplet koncentrimi i tij tash është në luftën kundër mediave. Me kriju disa media të vetat, cilat i kanë kontrolle, cilat propagandojnë punën e tina, qysh ai ka dëshirë edhe në anën tjetër me i neutralizu ose me qitë prej funksioni media që në ma kritike edhe ma të zhurmshme për veprimet e tij. Të plasmi për përvojën e gjatë që ndan në ballafaqim me luftën hibride dhe fushatat e dezinformimit. Kur fillua ta shihni këtë rrezik real të madh për Kosovën? Cilat janë rastet me cilat je përballë prej vitit 2000, prej kur ka ardhur Putini në pushtet, domethënë intensifikimi i Rusisë, domethënë këtë luftën subversive ose hibride tani që thojnë, ka qenë shumë i madh. Për shkak se
Putini ka konsideru si ka bim të madh prishjen e Bashkimit Sovjetik, edhe targeti i tij ka qenë e para mundësia për me i rikthy disa territore, po të njëjtën kohë edhe me sulmu perëndimin edhe vlerat perëndimore edhe mundësisht vendet që kanë aspirata me u fut NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në këtë rrafsh, ai Kosova, domethënë Kosovë me njëherë ka fillu lufta e tina Ta vënë fatim po, edhe plani i tina, për shkak se Kosova ka qenë një varë pa mbyllën. Për shkak mos zgjidhjes ose mungesës së një marrëveshje me Serbinë. Po. Ka qenë një varë pa mshëlne, edhe ai zakonisht ka prek në atë ka godit atë, po. Pikë për arsye se ai ka qenë i vetëdijshëm që Kosova ka qenë një projekt i perëndimit. Kryesisht i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sponsoruar po nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai zakonisht e ka përdorur Kosovën gjithmonë si një levë në dorë tina, edhe ka tentuar me majt tensionin gjithmonë kryesisht tensionin interetnik. Ideale për ta ushqyer betejën e tij të luftës. Gjithmonë e ka përdorur për nevojat vetat në Rusi, edhe për qëllimet e tij. Për shembull, gjithmonë ka përdorur që nëse Kosova ka pas drejt në pavarësi, ose atëherë pse s'ka drejt Krimeja, për shembull, ose ato vendet ku ai i ka marrë, i ka pushtu, ose prandaj edhe ka përdorur dhe vazhdon hala me përdor. Për shkak se Kosova ka qenë e përshtatshme për shkak të tensioneve ndëretnike që kanë qenë e vazhdojnë me qenë në Kosovë mes shqiptarëve dhe serbëve, ai gjithmonë domethënë ka prek sidomos në pjesën veriore, e ka marrë gjallë tensionin me investime të ndryshme, me infiltrime të agjentëve kryesisht të GRU-s, domethënë shërbimit inteligjent ushtarak rus, edhe i kanë shfrytzu kryesisht institucionet ndërkombëtare si UNMIK-un ose OSBE-n janë shfrytzu këto si për shkak se ofrojnë imunitet për staf, edhe si sisteme ku mund të infiltrohen ata, po, mund të punësohen, po. Janë punësu edhe kanë imunitet. Edhe nëse ndodh diçka, s'ke pas qysh me ndërmarrë veprime, shteti jonë s'ka mujt me ndërmarrë veprime ndaj tyne. Edhe në Virusi shihen në dokumentarë, kemi marrë disa shembuj të ndryshëm. I kemi trajtuar në atë emision ku shihet përfshirja direkte ruse në destabilizimin e Kosovës. Majtjen gjallë të tensioneve, tendenca përpjekje për destabilizim të Kosovës. Masaneje kemi pas atë luftën e madhe propagandistike që Kosova një shtet i dështum, korrupsioni endemik. Domethënë ki pas lajme prej më të ndryshmeve që kanë qenë kundër zhvillimit ose kundër një Kosove të suksesshme. Që në fakt, nëse i marrim i analizojmë situatën, s'ka qenë e tillë. Po ajo efektin e patë, efekti mërriti qëllimin. Efekti asaj lufte hibride thu ka ka pas efekt, se të u bë në Kosovë me cilin kjo fol 20 vjet dhe që u shkatërru ky vend, kjo u bë si një fjali e përditshme, në fjalor të përditshme, muhabetet përditshme të njerëzve. Në fakt ku shkatërru, nëse nalesh edhe e ishe situatat, a janë ma shumë shkatërime që më bo për 20 vjet, a janë ma shumë suksese dhe zhvillime që më bo. Dalin zhvillimet shumë ma shumë që ka pas. Sidomos për një vend dalin shkatërum totalisht mas lufte. Diskutohet kjo. Po, ama narracioni ndërtu. Narracioni ndërtu dhe dami u bo. Dami ishte shumë i madh, sot me fol me njerëz, alo thojnë 20 vjet mas, çau u bën 20 vjet. Çau u bën 20 vjet. 20 vjet ki pas zhvillim. Ki pas mas pari infrastruktura u rregullu, rindërtimi u kry. Liria që mos flasim ajo sublimje, po. Nuk e ki një Serbi të hegemoniste mbi Kosovën më. Edhe pse ka ambicie hegemoniste mbi Kosovën, sot nuk është në Kosovë. Absolutisht. Ki shtetin e Kosovës. Ki zhvillim. Ki zhvillim të jashtëzakonshëm. Kosova kon totalisht e shkatëruar. Ki ambient liberal, demokratik. Absolutisht.
demokraci në konsolidim e sipër. Mirë po, dhe më thonë, qëllimi i luftës hibride pikërisht kjo, me ndërtu njerëzit me besu në që këtu gjithçka o keq. Në një rrëfim të paqen. Paqen, edhe gjithçka o keq, njerëzit me u dëshpëru prej venit vet, se njerëzit kur fillojnë mu dëshpëru, kur nisin mos me dash venin e vet, atëherë mo është shumë lehtë edhe me manipulu dhe shumë lehtë edhe me nënshtru. Një pjesë gjetë rrugën e migrimit. Shumë një pjesë e madhe e tyne që ka nis. Prandaj shtojnë kanë ato elementet që na i kem pa në fillim, po u bëm edhe na tani target. Ti din shumë mirë, na u bëm target. Për me vite me radhë, më shumë se 10 vjet kur sulme das në kanë. Edhe unë mendoj që tu fillon, se na kur fillu më marrë me qëtë punë, fillon sulmet ndaj neve. Edhe ajo rrete, edhe një pjesë e madhe sot do media kanë reflektuar, kanë pas situatën sot po flasin për, domethënë, për këto rreziqe, për këto gjëra, po disa të tjera vazhdojnë. Sulme ndaj jush. Ndaj me, ndaj teje. I ndërlidhni direkt me këtë luftë hibride që ka bërë Rusia për të komprometu fillimisht ty, mu ose këdo tjetër. Po na, neve po se u merr shumë këtë pastaj ta krijojnë trasën terrenin e lirë për të operu. Absolutisht. Red na u merr shumë këtë punë, edhe fillimisht unë se kisha të qartë pse vinë tana sulmet për gjitha anëve. Vishin sulme që patën çast ashpra, çast të domethënë sulme trona, akuza trona për të anëve. Si për politikës, si për një pjesë të medjave, më thonë për shoqërisë civile, të jetë bëllë mirë. Më thonë, neve na futën një farë rrethi, për të anëve kishëm goditje. U vendosin në istikame figurativisht duke. Edhe tash kur nalesh analizon ku është problemi, din çka ki bo, din që edhe në fund del figura, rezultati del që për shkak të kësaj lufte, se na në fakt edhe na nisëm një kundër përgjigje ndaj këtyre sulmeve hibride, këtyre zona, edhe na fillum më sulmu, den kur e kem bërë atë këtë dyshin. E kishë lezuar me kohë shala këtë. Pikpyetje kishe duke pat mozaikun tablon e madhe. Mas disa vjete, mas një 2-3 vjete, e kum kuptu që është këtë kjo pjesë është një skenar, edhe sulmet janë të përgatitne, një planifikume, të rregullume, për shkak se kur na e kemi pa vetë, godet del dikush sulmon, masa ne e ki të orkestrume e ki sulmin prej tanove, deri në kuvend shka i ke. Filloj ke nështë prej një individi, mërëna 2-3 dite, deri edhe në kuvend Kosovës filloj ke u bëj këtë qështë i kjo punë, u bëj këtë tema dhe filloj ishin sulme, na kem pasat protestat partive politike. I kemi pas para RTK-s. Aty normalisht ata nuk të sulmojnë ty, pse ti po merresh me luftën hibride edhe paka shumë pe deshifron situatën cila po ndodh në Kosovë, nështë aty mundet me pas akter politik edhe të vendore, të përfshime, që bëdjone. Edhe na të në fund e vren që aty kur sillesh në fund, adresa po del që për shkak kësaj situate. Kur e kum hapë të këtë dyshin, menja s'ta merë sa sulmin e kem pas. Që rodhin nga Paku Ahtisarit. Po, me pas bodha asociacioni që atër se kishëm këtë problem. Por asociacioni dhe më thonë nuk u bo, ta shmet që shmet, i kemi edhe sa vjetë mas luftë, dhe 13 vjeta sa u bon mas luftë, në ala merë me problemin e një. Po, di qëfar sulmesh ka pas në atë kohë. Ju kujton disa prej tyre? Din s'far sulmesh... Të cilat nuk i harron asnjëherë? Po, i ka pas sulme në atë kohë, dhe më thonë, prej më të ndryshmeve ka pas, tash mas pari fillun mediat në Serbi me sulmu, mas anejt njëtën ko fillun këtu me na sulmu. Për nuk sulmojshin pse e ki hapër të këtë dyshin, po tentojshin me të kompromitu në çështje tjera, edhe me të qitë prej lojes, një farforme. Na kemi pas të infiltrume edhe njerëz të bijes në RTK2, që mas pak.
kohë i kemi lajmëruar të institucionet e sigurisë që marrë me ta. Edhe po, aty ka një problem në Kosovë, se problemi është që zakonisht këto rusta dhe sërbë në Kosovë kanë pas problem me depërtu vetë personalisht edhe me kriju situata, ata gjithmonë kanë gjetë akter shqiptar, cilët tash a mënyrë të vetëdijshme atë pa vetëdijshme tash është çështje që muj me diskutu gjithë ditën. Dëmin e kanë bërë. E kanë bërë dëmin. Tash u arrestuam disa prej bashkëpunëtorëve të Serbisë shqiptar. Filloi një farë aksionin ndaj tyre, u arrestuan disa prej tyre. Po dëm kanë bërë, tash unë po them shumë Luftimet tua edhe te dokumentaret virusia. Çka tregojnë gjetjet që keni bane ata dokumentar? Kush ishte synimi i madh këta regrutante e Serbia, edhe Rusia, kush ishin pozitat kyçe ose lojrat, intrigat që ata i skenonin për ta ndalë ecjen e Kosovës? Rrit ka pas një periudhë edhe den që patëm folë edhe me ty patëm folë në atë kohë, kur filloj më kriju një farloj në për media tona, një farloj narrative që Putini është, edhe ushtria Putinit është shumë e fuqishme, të kujtohet? Glorifikimi, po. Glorifikimi i Putinit. Jo, në rrëtë kësë s'ka mundu në olaj. Jo, po dhe më thonë edin që kemë diskutu në atë vakt. Edin në atë vakt. Edhe patëm folë që është mës me leju në atë kohë, se ishë po thuj se në gjitha mediat. Unë jam i sigur që një pjesë e madhe medjave aty nuk e kam pas qartë që ka në të bo në atë kohë. Për shkak se janë kontë pa njoftën me këtë farloj metode të luftës që ka përdor Rusia dhe Serbia. Për shkak se ki pas në përduqen në shumicën e medjave ki pas tash ata sigurisht kanë pas në i farë sponzori për transmitimin e atyne informatave, atyne lajmeve, i cili nuk ka mujtë mësë me arë direkt për Rusisë e për Serbisë. Mundet me gjithë forma tjera me arë për Bashkimit Evropian ose për Evropës, për vendeve të Bashkimit Evropian. Ka plot fondacione. Ska qeveri gati në Bashkim Evropian që nuk ishte regrut Rusia, KGB-ja. Ishin në shërbim të qeverisë ruse. Putini e kanë gjallë shumë, ka punu shumë, sidomos me këto grupet ekstreme, kryesisht djathtiste në për Evropë, po edhe me majtiste në vene, ka punu shumë për me majtë tensionume dhe me tentu me destabilizu venet ndryshme të Evropës, si Francën, për shembull, Gjermanin, Italin, ka punu në drejtim shumë. Po, të kthehemi këtu, dhe më thonë, ata nuk e kanë arë fondet, vinë në mënyrë indirekte fondet ndryshme edhe krijohet masaneja ajo përshtypje, si sot, për shembull, që e kemi. Zdek i vrejt sot. Sot do të zhvillu një luftë hibride interesante për mendimin tam, ku mujt me vrejt kohët e fundit, mediat e Shqipnisë kryesisht, edhe ato mediat kryesore të Shqipnisë, po edhe një pjesë e mediave të Kosovës e promovojnë fuqinë e Iranit kundër Amerikës. Vazhdimisht po shoh pamje, vazhdimisht po shoh video. Dhe media serioze, po. Media serioze, jo portale të panjoftuna, po media serioze të Shqipnisë, po edhe në Kosovë, tash është një farloj, shumë edhe lufte hibride kundër Amerikës. Shto kriju tash, ka është të ardhë financimi i saj, nuk e di. A është të ardhë për Iranit, s'ma mërmenja. Po dikush e ka një interes në këtë farpune. Tash a ka Rusia, a ka dikush në BE. Tash to janë çështje cilat sigurisht Por qëllimi është Qëllimi është me e paraqit Shtetet Bashkuara të Amerikës si të dështumen përpjekjen e saj për me e shliru Iranin. Dhe kjo po ndodh, no? Mediat e çdo ditë për vrej. Do po analizoj mediat kryesore të Shqipnisë, po edhe një pjesë të mediave tona. I ki vazhdimisht. Po, domethënë është kjo luftë hibride tipike. Është tipike luftë hibride. Anti-Amerikës, anti-Shteteve Bashkuara të Amerikës, edhe Izraelin këtë rast, mos janë bashkë këtë farë.
jem të pa që mos më thonë një 10 ditë, më ka rënë sy edhe vazhdimisht po e përcjell për shkak që është u zhvilluar më të madhe kjo farlloj narrative nëpër mediat e Shqipërisë dhe disa të Kosovës. Kështu që lufta e hibridës s'nalet kurrë, po veç do të me pa interesin. Veç do të me pa interesin, se s'nalet, ajo ekziston. Për perspektivën tonë, Shala, sa është më rëndësi që drejtues të mediave, vetë gazetarët, në base, s'po thonë të frenohen për të mos edhe në lajmin, se jemi shoqëni e lirë, du ta japim lajmin, e verifikueshëm, të nuhatim mirë, me kujdes edhe qëllime që mund ketë sfondi ati lajmi, që mund jetë qëllime komprometuese për një anë ose bin. Sot nuk mundet kur kush më thonë. Më rëndësi që kur kush mundet sot më thonë për shkak se sot teknologjia ka jetë çat shumë. Sot ki aplikacione me inteligjencë artificiale, ki mundësi që cilat në fakt para se me publiku lajmin, mundesh me verifiku në ato aplikacione, në ato gjona, edhe me pa sa saktësinë e tij sa është i saktë. Dhe në çfarë përmasë është i saktë, edhe ku janë ndryshimet që mundet me qenë i pasakt. Që ti masanej e merr edhe e këshyre verifikon edhe e bën sakt lajmin. Krejt këto që shihen sot, të luftës hibride, këto krejt bën me qëllim të caktuar edhe me vedije të plotë. Nuk ka që ik dikuj informacionin në këtë çështje. Thonë këto janë pjesë e skenarëve të ndryshëm, të grupeve të ndryshme për qëllime të caktuara. Tash, a janë ato politika, biznesore, apo domethënë një çështje tjetër. Po tu nis prej rrethonave të cilat jemi, domethënë në këtu kemi me pas vazhdimisht këtë situatë. Na mujmë që dush me thonë, po Zoti Kurti është mjeshtër i kësaj lufte. Kam thonë herave tjera. Është mjeshtër i kësaj lufte, e njeh shumë mirë, edhe din me përdor shumë mirë. Ai me strukturat e veta brenda partisë. Do thonë është prandaj edhe i ka bë të parëndësishëm opozitën. Për shkak se diçka opozita me dal me një propozim ose me diçka, ai pëmyt atë propozim. Pëmyt propozimin me këtë sistem. Me media online, me sulmet ndryshme, ka mekanizëm që funksionon, edhe pidheza e punë. E ka myt opozitën. Qa i ka me myt? Edhe mediat. Edhe shto përdo me myt, edhe me pas pushtet komplet në kontroll. Edhe kushdo që tenton me kritiku ose me qitë diçka, të vërtet në pa ose në publik, ai normalisht ballafaqohet në tanon me sulme edhe tërhiqet. Keni qenë drejtori përgjithshëm i RTK-s. Cilat ishin akuzat me cilat u përballe, ndërsa po merreshe me zbërthimin e gjithë kësaj lufte hibride, kësaj fushate të dezinformimit të Serbisë dhe të Rusisë kundër Kosovës, rrjedhimisht kundër sponsorëve të lirisë të shtetit tonë, SBA-ve. Cilat ishin akuzat që juve po ju drejtoheshin në atë kohë nga qëllimi çfarë ju thonin? Domethënë këto në pjesë metodave është kryesisht fillimisht tentojnë me të diskreditu në aspektin profesional. Profesionalisht. Masanej fillojnë në aspektin moral me të sulmu. Masanej sulmojnë familje. Më thonë pikat ku njeri është i ndihshëm, është emocional, është emotiv, edhe ku reagon. Për shkak se kur fillon me të kriju presioni edhe i familjes mësanej, se të krijohet, se sulmajet krijohet presioni i familjes, atëherë tërhiqet, njerëzit tërhiqen prej kësaj situatë. Na semi tërheq, prandaj edhe kemi psu në fund. Edhe në fund vinë kërcënimet, që na kanë ardhur. Vinë kërcënimet për cilin, sulmojnë, pëmënejnë në për qojnë mesazha kërcënues, nëse poston diçka i ki atje sulmet për kërcënimeve më të ndryshme, je përballë edhe vetë me to 100 herë. Edhe në fund vjen edhe paralajmërimi
me të paralajmërojnë fizikisht, sulmojnë edhe me bombë që shka ndodhë të unë edhe ty që shka ardhur aty të shtëpia. Këto e në paralajmërime, edhe në fund mundet me ndodhë ma e keqja. Për shkak se ata e krijojnë një percepcion tillë në publik, ata nxisin çaq shumë, përdorin gjuhën e madhe të rrejtjes, përdorin linçime, për ta kriju figurën e një kriminali që mund tajtohet si hero. Shumë të rrezikshëm. Një kriminal, ky është kriminal i rrezikshëm. Edhe kushdo që i përdorin. E privon nga jeta, vret atë, shihet si hero. Nga ky ka qenë ky në rasionet, shumë mirë, edhe publik. Domethënë kundër neve. Edhe po fati që pak a shumë të vetëdijshëm jemi mbrojt, pak a shumë edhe vetë. Kemi marrë masa për më mbrojtë, për me kanë të kujdesshëm gjatë lëvizjeve, për shkak se kanë qenë situata të mëshme. Tash është lehtë mi fol pe sotit këto gjana, po cilat ato që i kemi përjetu kanë qenë situata kozat rana, kozat të mëshme, edhe të rrezikshme. Këtë qëllimi ka qenë për me të hek prej lojës. Qysh edhe në fund ka dalë edhe në hoqen prej lojës. Në hoqen prej përgjithësive që i kishin. Lirinë e mendimit, të raportimit, të analizës. Ja, ato se në nalin kur. Ato na në fakt nuk kemi dërzu asnjëherë. Kjo është funksioni jonë, apo shala, që të mos të rriqimi nga beteja për pluralizmin, për idenë. Mu dërzu kur për sa të ekzistën për shkak se kemi dhënë kontribut për këtë vend. I vogël, po qaq se kemi dhënë, vënë që kontribut i rëndësishëm kemi dhënë për këtë vend, kështu që mu dërzu kur. Respekt për qeverit, pushtetet, kuvendin, deputet, këto gjona tjera, po e thasha edhe pak më herët, na kemi një tro hisën në villimin e këtij vendi. Sa një njerëz të mbrojtur nga establishmenti politik i kohës, shala, teksa po sulmoheshit. Kur ka ardhur më e fundit, për shembull, e fundit. Sa keni ndje mbrojtjen e udhëheqësve shtetëror, institucion zbatuesve të ligjit, teksa je sulmuar, po them. Kur jam sulmu, mas sulmit po, që ka qenë ndjenja më e keqe e mundshme për mua me pa policin të dera me të nejtë aty një vjet. Ka nejtë para shtëpisë. Po, ka pas, domethënë, një mbrojtje ka qenë para shtëpisë, po jo edhe gjatë lëvizjeve, cilën absolutisht s'kam qenë as vetë interesuar me pas gjatë lëvizjeve. Për shkak se për mua ka qenë pa imagjinueshme në Kosovë të lirë me dalë me përcjellje të policisë, është ndjenë shumë e keqe ti. Unë e kom përjetu, kështu që është ka pas mbrojtje prej policisë të Kosovës në këtë rast. Nga udhëheqësit politikisht. Sa e gjinin peshën e gjithë kësaj tregimi të rrezikshëm, edhe politik dhe jo vetëm politik. Ka pas politikisht për shembull udhëheqësit e shtetit që kanë dalë në mbështetje në mënyrë deklarative, se më shumë kanë pasur asnjë bën këtë farë pune. Po ki pasur pjesën tjetër politike që kanë vazhduar sulmet vazhdimisht. Ata s'nal asnjëherë me sulmet e tyre. Sa herë është raportuar në RTK, në platforma informative, televizive të RTK-s në emisione ndryshme, në lajme, për prezencën e një lufte të rrezikshme të Serbisë të Rusisë kundër Kosovës, metoda që ata po ndeshnin, elemente opozitës publikisht dilnin e thonin në atë kohë, pas vitit 2008 këtij, sepse vetë kanë pasur përgjegjësi editoriale, dilnin e thonin, jo na akuzonin ne se jo po dëshironi të fshihni problemet reale që ka Kosova dhe të merrni me tema të paqena. Parancishme, absolutisht. Këto deklarata i mbajmë mend. Edhe kryetarët partive që ndalën në konferencë. Kryetarët të partive, po. Konferencë për ju po mbroni thoqin. E vërtetë është. Sepse ai po këtë qeverisë është super i korruptuar, është mos përdori terma që kanë përdorur. Absolutisht. Ju po mbroni
pushtetin e tij. Absolutisht, këto... Dhe sot jem sa vite po bëhen, 5-16 vite pas. Sot merren krejt ata. Kolektivisht merren me peshën dhe kërcënimin që ka Kosova nga kjo luftë hibride e fushatë e dezinformimit të Rusisë dhe Serbisë kundër Kosovës. Po e merren tash se tash është ma lehtë. Është ma lehtë se kanë fonde, po marrin situata edhe merren, po më pas marrin kohën kur jemi marrë na. Në atë kohë edhe më pas marrë seriozisht institucionet po më edhe spektri politik, se këtë varet të politika, më që më ndryshe kishin hecë gjanat. Shkak se ishin marrë masa të sigurisë, ishin marrë. Nuk po them nuk është që s'kan punu disa institucione në këtë drejtim, po kurse ki dhe mbështetjen politike është problem. Ti do shme pas mbështetjen politike në çdo veprim që merret do të me të qëndru mrapa politika. Për me ecë përpara disa çështje që kanë të bëjnë me sigurinë e vendit. Se ky është aspekti i sigurisë. Pavarësisht që vjen përmes medjave, ky dëmton shumë reputacionin e vendit, që ka dëmtu. Kosova është shumë e dëmtuar prej kësaj lufte, në kuptimin e reputacionit. Edhe nuk ka ndonjëfarë kundërpërgjigje ose ndonjëfarë mase që duhet me marrë në këtë drejtim, mos po shoh. Pavarësisht çështjeve deklarative, po jo diçka. Rasti më i madh, ndoshta që insistoi Rusia ta godas perëndimin rrjedhimisht SHBA-t për ta ndalë duke goditur Kosovën, për ta ndalur konsolidimin e Kosovës, ecjen e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, ishte rasti me shtëpinë e verdhë që e sajuan në Shqipëri, shala. Një tregim i transmetuar fillimisht në platformën BIRN. Ishte ky? Po. Gjithçka ka fillu, unë thash Putini prej kur e ka marrë pushtetin vitin 2000, ka përdorur tana metodat dhe ka zhvilluar çaq shumë metodat hibride për me sulmu gjithçka që ka qenë interesi i perëndimit ose një produkt i perëndimit. Edhe shtëpia verdhë është qëllimi për me i hek prej skenës politike edhe për me diskreditu krahun e luftës, po dihet pse u bë. Për shkak se ishin ata që krijuan situatat edhe rrethonat që me intervenu NATO, edhe në fund edhe e shpallën edhe pavarësinë e vendit. Kosova sot është shtet i pavarur, falë atyne kontributeve që ata i kanë dhënë që sot ata janë në Hagë. Ata që i kanë kriju këto situata dhe prunën vendin edhe bënën shtet. Edhe qëllimi absolutisht i Rusisë, shkak se po them, Rusia ka luftën me perëndimin, me NATO-n. Edhe ai përdor tash çdo situata. Serbia ka me neve, po Rusia ka me NATO-n. Edhe në çdo dënim i mundshëm ose diskreditim i asaj lufte, i luftës lirimtare të Kosovës i shkan favor Rusisë edhe Serbisë. Për shkak se nëse krerët e UÇK-s dënohen, e unë besoj që s'kanë më dënu, po kanë më liru, atëherë sulmi tjetër cili është i Rusisë? Është sulmi ndaj NATO-s. Për shkak se bjen që NATO e ka sulmu si mas tyne, se që narrativat e kanë gjithmonë e përdorin, e ka sulmu një vend sovran, edhe ja ka ndonë një territor, tu e ndihmu një organizatë kriminale. Qysh ka qenë si mas tyne UÇK-ja. Në këtë rast, nëse këta dënohen, atëherë sulmi i radhës është NATO. Rusia e ka qëllim NATO-n. Këtë veç i shkakton të lashe, krijon padi ndërkombëtare, krijon si situata që, domethënë, me e majt situatën gjithmonë me e i shkaktu kokçarje perëndimit, aleancës, NATO-s, Shteteve Bashkuara të Amerikës. Edhe na e dim që është kriju kjo informaciona që është kriju krejt ky skenar për gjykatën speciale. Do thonë fillon për shkak se është metodë, fillon me një sulm të tmerrshëm që nuk mundet kërkush me thonë se është e vërtet ose spaku mu verifikua i farlajme, kur thuti UÇK-ja ka marrë organe
edhe ka bërë trafikim të organeve me organet e serbëve të vrarë në luftë. Normalisht është lajm të rënditës për ata, për botën. Na e dim që s'është ashtu. Na këtu që jemi, edhe që i kemi përjetuar rrethonat e dim çfarë kushtesh ka luftuar çka, e me çfarë armatimi, me çfarë situata rrethonash, po ti hec se binde një Gjerman ose një Zvicran ose një Italian, ata s'mundesh mi bind. Është lajmi do të më thënë aq të rënditës për me marrë iniciativën me kriju mekanizëm ligjor në institucion kredibil që është Këshilli i Evropës, e masanena dulçi, s'ka kur gjë, po tash. Zdur kur gjë del Nazim Blaca masanej. Masa asaj del Nazim Blaca. Që shutbo krejt me shkute ka... Po jo, a di pse? A di pse del Nazim Blaca? Tash kjo mendim jam i bazë të rrethonave që kanë ecë. Del për shkak se këta e ponë që ata e kanë ditë që kjo s'mundet më vërtetuar se s'është e vërtet. Trafikimi i organeve, tash do të më kriju një tjetër situatë. Derisa ata ishin hetim, këta prokurorët në atë kohë, kjo task force e Euleksit që u bë për me jetu, këto pretendimet e Dikmartit, del Nazim Blaca. Del tash me akuza tjera. Kemi vrarë oponent politik, kemi bë këto, kemi vrarë unë, kemi vrarë ato. Ideja me kriju tash një rrëfim tjetër. Që nëse kjo dështon, e kemi rrëfimin tjetër hazard. Edhe çashtu ndodhi. Po. Çashtu ndodhi. Zikur sa dikush Nazim Blaca nuk është dëshmitar, por s'është mëndzimar, dëshmitare, s'është dëshmitare. Ai ka kryer punën e vet. Ai dëgjohet atje sakt të fol me organet e sigurisë Serbisë, të bë plane. Për qysh me diskreditu sa ma shumë krerët e UÇK-s e UÇK në përgjithësi. Kështu që krejt janë mekanizëm. Edhe sot e keni... Fillon punën njëri mekanizëm, aktivizohet tjetri... Po, o plan, o skenar, marohet, skenar... Platform, tablo, do më thonë zinxhiror. Veprime zinxhirore. O komplet zinxhirore. Edhe në fund, qëllimi i Rusisë ka me konë me NATO-n. E sulmon NATO-n, ta pa ditë dikon NATO-n atje në shofar gjykatat e drejtësisë janë. Edhe NATO do të më marrë me atë punë. Deshte ti kemi marrë me atë punë. Kemi marrë, do të më thotë shkakton probleme, shkakton kokçarje. Në 2008 Kosova shpalli pavarësinë. Nga 2008 deri më sot në vitin 2026 jemi në këtë muaj shala. Sipas jush sa ka pas ndikim lufta hibride edhe fushata dezinformimit e Rusisë, sidomos e Rusisë dhe Serbisë kundër konsolidimit, kundër shtetit Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Sa ka arrit me frenu Kosovën në temat të cilat mbase do të duhej moti ta kishim pikën e tyre që të mos diskutoheshin fare. Po, sigurisht se ka pas efektin e vet. Fati jonë ka qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kemi pas edhe lobust më të mëdhenj, domethënë edhe në botë për arsye sidomos në çështjen e njohjeve, antarësimin e për organizata të ndryshme e tjera. Po megjithatë ata normalisht e kanë pas efektin e vet, kanë pas pengesa shumë, sidomos te njohjet. Të plot vende ku kanë pas ndikim, rusët e kanë luajt rolin e vet, serbët e kanë luajt rolin e vet, na kanë pengu në shumë procese. Në antarësimin e organizatat ndryshme, vazhdojmë na pengu. Sa penguam në vetën? Pyetja është, sa penguam në vetën? Sa kishim intuitën për t'i lexuar drejt situatas të e mëdha politike në interes të shtetit, s'po them në interes të grupeve politikisht që mund gravitojnë në njërin ose kampi tjetër, me fitore ose me humbje elektorale tjera. Ajo humbja ma madhe jona ka qenë kjo që su antarësum në Këshillin e Evropës, që e hupëm shansën që fakt Këshilli i Evropës na i hapi dyrt. Ne kishim me marrë qeveria, kishim me marrë vetëm edhe një hap me qatë statutin cilin e ka pranu zoti Kurti, kreti ka pranu, veç me qunë gjykatë kushtetuese edhe na u antarësojshim në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës, pavarësisht që nuk është ma shumë është një organizat këshilldhënëse, po merren ato vendimet e tyre merren shumë seriozisht prej shteteve.
pavarësisht që nuk janë obligative, po merren, si në konsiderat gjithmonë për secili çet. Mirë, po Këshilli i Evropës është edhe një hapën dyrt edhe për antarësim edhe plot organizata tjera. E para, nëse ne ishim antarësuar Këshillin e Evropës, ne ishim kon pjesë e gjykatës Strasburgut për drejtat e njerëzit. Ku shumë çështje përfshirë edhe këto të gjykatës speciale kishin mujt me adresu edhe aty për këto padrejtësitë që janë të bëha. Mirë, po edhe shumë çështje tjera mundën me adresu aty. Probleme tjera. Dhe nas nuk e shfrytzuam në atë rast. Për mendimin tim, kështu me qëllim shumë nuk e shfrytzuam atë rast, është për shkak se s'kish diçka pa bome që kërkojshin ata që na për mua antarësua aty. Statut ki pas me qunë gjykatën kushtetuese. Nuk e qunë këtë punë. Tash pse qysh tek është mirë na herë me vetë kryeministri. Pse nuk ke shumë interesuar, po s'ke interesuar na me antarësu në Këshillin e Evropës. Edhe hupëm një shansë jetike që zot e di kur na kthehet maja pa shanse. Na mujmë tash me dalë me thonë bëhet këtë vit, ja vit, po këto shansa vinë një herë në 70 vjet. Për shembull, a do të mundej që dialogu i stërgjatur nga 2011 me Serbinë që nisi, të mbyllej me një konsenzus, në një klimë më konstruktive politikisht në Kosovë. Do të mund të mbyllej si tem në mënyrë që Kosova të mos rri peng i orvatjes serbo-ruse që Kosovën ta shes si shtet të pambyllur në marrëdhënie ndërkombëtare. Red, kjo, shme thonë, një farë forme mosguximi i qeverive të na për me mbyll çështjen me Serbinë ka ekzistu. Për atëherë vazhdon edhe tash me ekzistu. Këto çështje, unë po thash edhe pak më herët, kanë mujt me u zgjidh shumë më përpara kur situatat kanë qenë shumë të favorshme. Kur e ki pas për shembull serb të përfaqësuar në institucionet e Kosovës, kuvendin e Kosovës, disa serb që ishin të interesuar me njëfshin institucionet e Kosovës dhe Republikën e Kosovës. Edhe ishin shumë të gatshëm për me ndihmu në me çu përpara procesit. Po nuk pat atëherë shtojnë natët politike personale mes politikanëve edhe partive politike, e lanë këtë situatë edhe në fund Vučić e marrën listën serbe, një parti politike ose një listë politike homogenizoi gjithë komplet në kontroll të plot. Edhe tash për dirigjon politikat Vučići. Kështu që ky farmoz guximi për shkak të secili politikan e kalkulon në votë. Mirë, po unë mendoj që pako atisarit është temeli i shtetit Kosovës. Është ajo pako ku janë ato kritere, ku janë ato cilat do të thonë duhet me qenë të përmbushura për me u konsideru pavarësia komplet e plotësuar. Dhe një prej tyre është asociacioni. Është aty. Do të thonë dhe na do të me bë ato herët avon. Se ndryshe nuk e ki çfarë është presioni i bashkisë ndërkombëtare se ata kanë dokumentin, ata mbosat i dokumenti, ta kanë leju me shpallë pavarësinë. Edhe ajo duhet më bë. Po tash krejt këto përdorimi i kësaj situate për qëllime elektorale dhe vota politike ka pru këtë situatë ku e ka pru. Edhe këto fushatat, duke e mbajtur mbi bashkë shteti, po nacionaliste, e cilat masanej që bëhen për elektorat, e masanej njëtit njerëz shkojnë bojnë marrëveshje atje. Marrëveshje që nështë edhe te i kalojnë atisarin për ka kompetenca që ja ofrojnë komunitetit në Serbë përmes asociacionit. Jo nështë apo te i kalojnë asociacionin. Edhe në anën tjetër krijojnë kësi situata në popullat përqarje mes njerëzve, konflikte mes njerëzve, tensione. Edhe në fund ata i kryjnë këto qëllime, herët avon do të mi kryjnë këto qëllime. Komuniteti ndërkombëtar nuk është lëkundur nga kërkesat e tij. Jo, asnjëherë. Kosovës i ka kërkuar. Veç ja ka rrit kompetencat
asociacionit sërbëve. Kosovës, udhëheqësve të saj, komunitetin ndërkombëtar, siç u ka kërkuar dje edhe sot, vion ti kërkoj. Njëjtën gjë. Zbatoni detyrimet që i keni marrë në Bruksel dhe në Ohër. Tash po kjo pjesë e planit adresare. Në ligjin për siguri kombëtare të shqiptare. Atëherë gjujshin me zolla, me gaz letësjellëse, me kuvendin për mos zbatu marrëveshja 2013 dhe 2015 me ato intervenimet e gjykatës kushtetuese. Ne e bojnë një marrëveshje shumë më të dëmshme se ato marrëveshje tjera. Edhe e ki vrejt fillimisht është kërku me dërgu në gjykatën kushtetuese. Ka qenë kërkesa. Kontroll. Tash mas ato s'po ta kërkon bashkia ndërkombëtare. Tash po ta të implementu. S'ka mas gjykatë kushtetuese më. Tash kemi implementu. Çashtu qysh e ki pranu, çashtu kemi implementu. Edhe kjo veç filloi, veç ky ligj për të huaj. Ka dalë shkojmë fillojnë tash. Mekanizmat krijohen, edhe në fund ata mbledhen një ditë. Krijohen mekanizmat heshturazi. Teksa tensioni midis shqiptarëve po mbahet në podium të lartë. Po, veç të bevren. Tensioni, akuzat, për heroizëm me tradhti, për bashkëpunim me kush është e kush nuk është në Serbi, po ushqehet po mirë mbahet këtë. Kjo bëhet qëllimshëm. Edhe kjo pjesë e planit e luftës e metodave hibride, për shkak se krijon situata për me të rek vëmendjen, i të rek vëmendjen disa pika tjera, ku të njerëzit ato dhezin, kanë efekt, edhe t'i knena e kry një punë madhe, edhe ajo punë fakt nuk vrejet. Kur të vrejet më bëhet vonë, në këtë varë punë. Të falenderoj për kohën mentor që... Unë kur flas me ty, flas të qysh si më kafe, kur të rrimet, se këta najtë shumë bashkë. Po, realisht do të ishte inkurajuese që elita politikës, do mos ata që udhëheqin vendin, edhe ata që mbajnë përgjegjësi qoftë në kapacitetin e tyre si deputet në Kuvendin e Kosovës, mbase të nxiten nga një klim tjetër për të krijuar politikisht në Kosovë në mënyrë që së paku narrativat e ndryshme të mos i ushqejmë për me godit, po them, vendin. Edhe me i shërby me vedije, pa vedije, edhe vendet jo miqësore të Kosovës që ta mirëmbajnë agjendën kundër rritjes së shtetit të Kosovës. Po shpresojmë që ndoshta vedisohen pak më shumë këtë kuptim edhe e vrejnë pak a shumë që ka njëherë bëhen vegla dikuj tjetër pa e ditë hiç. Pa e ditë. Edhe kthejnë vallën e tjetër kuj. Kështu që po shpresojmë që ndoshta mushën mend ka dalë, sidomos interes shtetëror është. Sidomos të partitë opozitare që në fakt nuk kanë as plan, as strategji, as ide. Bazë asaj që pesha une, edhe veprimeve që janë të i bo, se... Base rolin e tyre do ta kompenzoj Vjosa Osmani, presidentja edhe sot. Po veç a përvren çfarë sulmesh ka, edhe çfarë menjerë orkestrohen sulmet ndaj saj, krijohen rrëfime për ta, në mënyrë që do të thonë nesër kur dalë zgjedhje, mos më pas fillimisht kompromitimi të legjitimohet si premtim politik. Absolutisht. Ç'është është mekanizme, nuk është rastësisht me kurrë këto mekanizma. Veç jeni që ka 20-30 faqe që aktivizohen brenda natës. Njerëz si ki, kur s'ka tema, si të ka tema, veç kur ishe një 50 faqe. Që unë mja falsifiku në shkrimin presidentit Thaçi. Kishin bo me inteligjencë artificiale një dokument për manastirin, cilin ky Albin Kurti ka kryer punën me manastirin një tokat, edhe me një nënshkrim i cili si shiti. Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. A di që për 5 minuta i në konti kanë ofër 50 portale tyne e kanë shpërndar më shumë. Po. Si lajm të vërtetë. Jo planoje, gjuje, aja bëhet një vend. Masivizoje. Shpërndaje. Krijo tregimin tani del të demantojë gjithë ditën. Nuk është del demantojë gjithë ditën. Falenderoj edhe një herë. Shala për kohën, lutem. Grazie.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.